Gjinë Frok Macaj, një ushtarak dhe aktivisti i legalitetit, gjatë viteve të luftës së dytë botërore në Shqipëri, do të jetonte për paradoks gjatë asaj periudhe lufte, vitet e fundit të lirisë së tij. Fal atij angazhimi do të përcaktohej mëtej gjithë rrugëtimi i jetës së tij në regjimin komunist. Ky fakt, i gërshetuar edhe me një lidhje krushqie në familjen e Bardok Bibës, do të bëhej shtys e një historie të dhimbshme personale, e cila do të trashëgohej edhe tek fëmijët dhe nipërit e mbesat e tij. Fakti se ai ishte dhëndri i Bardok Bibës nuk do ta shpëtonte atë nga burgu komunist. Do të arrestohej 2 herë. Herën e parë pasi ishte dorëzuar në besë tek kunati i tij Bardok Biba, pas shumë kohësh në arrati me forcat e rezistencës në mal, dhe herën e dytë pas vrasjes së Bardok Bibës. Historia më vonshme e tij është e mbushur me ngjarje të pabesueshme dhe mbikëqyrje e pandërprer, duke survejuar deri ditën që vdiq. Djali i tij, Pali, ishte rreth 4 vjeç në gusht të 1949-s, kur vritet Bardok Biba në Mirdit. Ai vit ka shënuar gjithë rrjedhën e tij të jetës. Babai do t'i burgosej për së dyti, nëna do t'i vdiste po atë vit dhe të qenit, bir i një armiku të popullit dhe njëkohësisht edhe nip i një daje si Bardok Biba, do ta mbushte jetën e tij me kundërshti dhe vështirësi të pafundme. Unë quhem Pal Masaj, i biri i Gjinë Frok Mac, nga fshati Uj Shtrez. Fshati im është i përbëm nga ka marrë emrin nga fshati Uj, sepse janë lagët në Uj në përmes fshatit, edhe man emrin fshatin Uj. Është i përbëm nga 2 kraht, nga 2 fshatra, Lurth dhe Shtrez. Në 46-ën kemi qenë zbashku Uja e Shtrezi, po ishte fshat i vogël dhe e kishte emrin Uja, dhe Uj Lurth i thoshin. Mrapa Lurthi u shtu në shtëpiat edhe vetëm Uj Shtrez quhet sot. Në atë fshat të Mirditës, i cili do të kishte rolin e tij në ngjarjet e rezistencës kundër komunizmit, jati i Palit, Gjini, kishte mjaft influencë. Kjo për disa arsye, si shkollimi i tij në Itali në vitet 30, angazhimi dhe roli i tij gjatë luftës me forcat e legalitetit të Abbas Kupit dhe në fund të luftës pozicionimi në krah të Mark Gjomarkut me forcat e rezistencës antikomuniste. Ushtrinë e krejnë kohët zogut, baba. Gjyshem ka qenë gjandar i zogut. Baba shkoj ushtarë në kohët zogut, dhe atje u seleksionon nxënësit e mirë, si kishin dalë mirë, i bani kërkesë dhe shkoj në Itali një kurs për dogan, në kurs doganier. Atje dul me rezultatet shkëlqyra, atje edhe erdhi në Shqipëri, edhe shkoj në Tuzë, nga Tuzi në Kuks, në Dogan, në zonat kufitare. Nga aty shkoj në Tiranë. Në Tiranë atje u bë me partinë e legalitetit, me fjalë të Abbas Kupit. Ka qenë në mbrojtje të mbledhjes Mukjes, se apo mbledhja Mukjes ka qenë roje e atyne të delegume, si kanë bërë marrëveshjen. Aty ka qenë baba. Pali thot se pas asaj ngjarje në Mukje, e cila për fat të keq nuk arriti t'i mbajë në një front të gjitha forcat politike, pasi komunistët e prishën marrëveshjen, jati Gjini kishte qenë protagonist edhe në një ngjarje ku forcat e Abbas Kupit ishin përplasur me komunistët pas prishjes së marrëveshjes. Nga aty, atëherë erdhi puna që u bën dhe i përpjekje pat që në bon në përlat prosek, që bon luft aty, mi fjalë, edhe qeta Abbas Kupit pat luftu kundra atyne partizanëve, e ta mi fjalë, edhe ky ishte me
qetë në Baskupit. Fundi i luftës e gjen Gjin Macajn në një situatë të vështirë, ku presionet dhe punët që nuk ishin në karakterin e tij e detyrojnë të arratiset në mal dhe të bashkohet me forcat e rezistencës antikomuniste. Ishin betuar që s'do ta lejonin komunizmin të deportonte në mirëditë dhe për këtë ishin gati të sakrifikoheshin. Historia jonë me luftën kundra nesh nga komunizmi një fjalë, ka fillu në 46-ën. Baba em pati kontakt me Mark Gjomarkun, ish ministri i punëve të brendshme të Italisë asaj kohe, edhe në kontakt me ta i ban disa akuza për i pistolet me dorëzu dhe nuk pat ku me marrat pistolet me dorëzu, edhe i tha, no dorëzo pistoletën, no burg dhe diktatur ke. Tha, s'kam ku e marr. I thot, shefi i degës brendshme, sekretari i pare, i thot, dorëzosh pistoletën, thot, ta bje unë i pistolet, jo thot, du filan pistolet, që ka numrin, kitë numër dhe ta ka dhuru Mark Gjomarku. Thot, s'kam ku e marr atë pistolet. Pra bën që të dush se na ta du pistoletën. Thas, unë tha, bën që të du, thas, po me më rath, një e me më fut në burg, thot, s'prendoj. Thot, vesh, ta shtë kalëgjeun se ta bje pistoletën. Edhe u arratis, edhe u bashku me Mark Gjomarku, që ishte i arratisur, atje me shokët e vetë atje, ne ti një vit i arratisën. Afër fshatit tonë. Atje ishte pylle, veni izolum me fjalë, as rrugë makine s'ka pasë, as gjanë ishte. Pas shumë muajsh duke rezistuar në atë zonë, Pali tregon se grupi i rezistencës, ku ishte dhe Jati me Mark Gjomarkun, kishin vendosur të lëviznin dhe të bashkonin forcat me grupin e Kolbib Mirakës. Por, në atë përpjekje, do të ndesheshin me një të papritur tragjike që do t'u përmbyste gjithë planet. Në fund herës vendosën një fjalë për të lidhë me grupin e Kolbib Mirakës dhe të Malësisë Shkodrës, me bashkëpunu me ta për të rëzu komunizmin. Kjo ishte ideja Mark Gjomarkut. Edhe në fshatin tonë ishte Mark Gjomarku, pra në pyjet e fshatit tonë ishte Mark Gjomarku edhe organizohën u ban në nëjti një muaj Mark Gjomarku në fshatin tonë, pra në pyjet fshatit tonë, se në fshatës bënë fjallë. E ka mbajt fshati jonë atë kompani të ratisush, as su pre kush nga ata, pre su eliminu kush, as su vra kush nga ata, sepse ishte baba si supermarse atyne, dhe në fund herës vendosën mu largue me shku me bajnë një takim në mbledhje në një pik të Malësisë, një pik. Atje u ndanë detyrat, baba u caktu pararoj me grupin që do të rrugtoshin së bashku me Marka Dogjinin, ish oficer, Marka Dogjin Leshin, ish oficer i Krye Akademin në Itali. Baba ishte i shkollum në Itali, po jo akademist. Një dy tjerë, John Mhili edhe ky, edhe ishin shumë 2-3 akademistë, e Mark Gjomarku në fund. Baba ishte pararoj, veti treti, Marka Dogjinin, këtë akademistin, Preng Gjergji Lurthit edhe baba, të tre pararoj. Ranë përpjekje, hecën gjithë natën, ranë përpjekje në Prosek, fshatin Prosek, e përlat, mes Proseku dhe përlat, edhe ranë përpjekje aty, hapën zjarë, qanë rrethimin, dulin to nga rrethimi, Mark Gjomarku mrapa me grupit, në rrugë drejtim. Nuk shkun mas këtyne se plasi pushka dhe në rrugë drejtim. Këto kaluan, Marku u vra mrapa. U vra Mark Gjomarku, kur shkun ke pika grumbullimit, morën vesh sa vra Marku. Po,
Sigurimi i shtetit nuk e ditë sa është Marku. Baba përngjatë me Marku, si ngjyrë, edhe thirrën dajin, babdajin tim e thirrën me pa bib Markakolën, i Gjamarkaj. Se unë kam pas daj bardhok bibën. Pra bib Marku morën plakun me njoft se kush abra Mark Gjamarku apo Gjin Frakmaca. Kur vot plaku, kjo abra Marku Gjonit. Me vrasjen e Mark Gjomarkut, historia do të merrte tjetër drejtim. Fal edhe rolit që pati Bardhok Biba, pjesa dërmuese të arratisurve që i qenë bashkuar rezistencës, u dorëzuan. Ishte një dorëzim në besë të tij, por historia tregoi se regjimi do të hakmerrej egërsisht ndaj tyre dhe nuk do të kursente asnjërin, madje as vetë Gjinin që kishte bashkëshorte motrën e Bardhok Bibës. U ba, mi fjalë si u ba marëj, gjithçka se kishte bë organizimin për komunizmin, kështu thënë, nuk e la komunizmin me e kalu urën e zogut nalt. Atëherë, këto metën si berret pa që bën për ratisnin, se ky ishte kryetari. Bardhok Biba vendosi edhe qiti bani thirrje që dorëzohen të gjithë njerëzit në besë time se si prek kush nuk ka lidhur me gjak dhe kush ka vrakan. E bani mbledhje, i largojt sigurimin e shtetit, bani mbledhje, një ndërtojsht edhe baba em dhe i tha ti Gjin dorëzohesh. Bardhoku e kishte burrin e motrës babën. Edhe baba u dorëzoi 20-30 burra. Se tha s'ki një asnjë gjë, do të dorëzoj se kjo ishte politika mos me kriju armi shumë, dhe njerëz që s'kishin vese s'kishin qenë pak, nashëm të shkojnë ke shtëpia. Dhe s'kishin bashkë. Edhe pse ishin dorëzuar në besë të Bardhok Bibës, të gjithë të arratisurit do të përballeshin me hakmarrjen e regjimit dhe do të arrestoheshin të gjithë. Kur pa pritmas, i thomë ne ja pren këti në shpalt Merditës, voti zili ushtarak, i numërun emrat, i vonë zilt, i qonë në Shkodër, se ishim me qarkun e Shkodrës në atë kohë. Edhe atje e dënon, i morën pyetje, e dënon 8 vjetë burg babën. Për përmirësinë e pushtetit popullor, ajo Potenca, që është një fjalë, e thanë e para, e dyta ke marrë pjesë për zimin e pushtetit popullor. Ke marrë pjesë. Thuj po ndash jo, ato këte neni këshin fut, e dënon 8 vjetë. Bardhok Biba u mërzit shumë si mas gojlanave, edhe baba ma ka thanë, se si mi prejnë, si u kështë edhe në fjallën që nuk u dënëj. Edhe baba bani 1 vjetë, 2 vjetë burg. Nga 8 vjetë, 2 vjetë burg bani. Edhe shumë në njerëzë i qiti. Si ishte sekretari parë, kryetar dege, ishte i plot fuqishmin Merdit, Bardhoku. Ishte i plot fuqishëm se opinioni ishte se ky ishte edhe me shkollë, ky ishte edhe njeri që kishte mbështetje se ishte i derës Gjamarkut, me 2 kobure, si thonë. Ky, pra, edhe përkat e gjithë Merdita. Ishte figurë, jo se ka qenë dajem, po ka qenë figurë e njoftun e njoftan veriu. Pas 2 viteve burg të mundimshëm, Gjini lirohet dhe kthehet në familje, por historia e tij dhe sidomos ky burgim do të linin një njollë në biografinë e tij dhe sigurimi i shtetit do t'i qëndronte gjithmonë nga pas. Lirohet baba din ke shtëpia. Mirë po baba kishte edhe i motër t'internume në Tepelen. Për i shtëpisë Lufit në Kurbnesh, kanë qenë Lufajt atje. Ishte të shoqin të arratisën kjo, hala. Edhe vetja këshin internu halën me gjithë djale i vajzë. Djale i vdiq, vajza shpetoj, po në Tepel atje në Berat, atëhere. Baba shkoj atje, edhe i qoj dishka motrës vetë, edhe e thirri daja, me fjalë, Bardhok Biba, e tha, ke e qanë në Berat, po, tha. Po pse ke shku, tha, kam shku se kam motrën atje. Po kishte një mu kësë, ishin një mërnum, zotë në rrugë. I tha, mos shkoj shmo, nuk shkoj, tha mo. Erge shtëpia, baba më fjalë, i tha, të rish mirë,
Tha, du me ikë, tha, unë me ra në Mamurra, se kam motër të atje, tha, se kam prish, kam qenë në burgë, jo, tha, sa atje mund, nuk të luku është ty. Pali tregon se i ati kujtonte në atë bised edhe një detaj tjetër që lidhej me një paralajmërim. Gjini e njihte mirë mentalitetin e banorëve të zonës, u adinte pa kënaqësitë dhe e kishte paralajmëruar Bardhok Bibën. Po i tha, Bardhok, jetu sjell keq, tha, se si jetu shku vetëm, tha, ta po të vrasin Mirdita, si tha, së mbret Mirdita mu, Mirdita tha, ka vra krale mret, e ty të vrasin, o Bardhok, e na merë më qafën, e ne të gjallë të tjere. Jo, thot jo. E në u mbyll kjo punë, atëherë baba boni shkollën fillore vetë, mjallë, në atë ko, kishte në qef me e bon shkollën në Lurë, po ishin largë, nga fshati unë me shku në Lurë. Shtrez ishtë një shpia pak, unë ishte qendra. Bardhok Biba thirë babën, e thirë dhe kryetarin e këshillit Lurthit, edhe thot, njoni thot si të banin zanës më shumë, aty do të vendos shkollën. Mirë po, baba banin zanës më shumë, një nërëtor në motrën të me 13 vjeç që dhe një plasë parë. Se kështu ishte, atëherë edhe i banin zanës më shumë. Edhe thot, prandaj thot, do të vendoset shkolla në fshatin Ujë. I thot Bardhok Biba, i thot, tashtin thot, që të bëjmë për shtëpi? Thot, baba, na për shtëpi, i gjanë shtëpi nunë, edhe këshim një shtëpi, këshim kullën, na. Po, një shtëpi me drasa, edhe baba shtëpin, edhe sot i thomi aty ara shkollës. Bani shkollën baba aty, një fjallë, edhe në zanësit, mësosi i parë ka qenë një gjënë gjetë Lurthi. Mësosi i parë aty, masanej, erdhë Kolpicaku, një fjallë, e gjënë gjetë Lurthi ka qenë mësosi i parë. Ishte gushti i vitit 1949. Ajo që kishte paralajmëruar Gjini për kunatin e tij do të bëhej realitet. Bardhok Biba do të vritej në rrethana misterioze, të cilat historiografia ende nuk i ka zbardhur të plota, por ajo ngjarje do të ishte vetëm maja e icebergut, sepse ajo çka do të pasonte me vrasje masive në të gjithë Mirditën do ta trondiste gjithë opinionin. Pali thot se i ati nuk ndodhej në Mirdit ditën që u vra Bardhok Biba, pasi ky i fundit e kishte nisur për në Vlorë për të marrë një grup nxënësish që regjimi i kishte çuar me pushime në kampin e Vlorës. I thot shkon në Vlorë, e na merr kampistat, kishte që u vllain tim në kamp, në gusht. Dhe thot shkon na merr kampistat në Vlorë, shkoj baba atje me autobus, nga Arsheni, atje me marr kampistat, kur erdhe këtu me gjeti Bardhok Bibën të vram. Si është e mundur kjo, më qa ka ndodhë, më thot kanë vra Bardhok Bibën. Erdhe në natën, e thirrën babën, shkoj baba, e arrestuar në vend, ke shtëpia, e që ishin të njerëzit të arrestuar në Rshen. E në murën, për i pshat e që unë atje të arrestuar babën. I murën, i vunë makinë, i qëjnë në Shkodër. Ti nuk i del as i gjanë për brasin e Bardhok Bibës. S'kishte qa me i dalë, s'kishte lytë mensh. Në bast akuzës parë, që ishte dënu atëhere, e dënën 7 vjetë prapë, për zdytë. Gjyqë shtarak, të 2 herë. Për ne na pat dek në nona atë vjetë. Si vranë dhe Bardhokun. Në dishtë në nona, ne na kështë dek në nona. I këshim met me plakët, gjyshin. Ajo na ka rritë. Me gjithë motër, 3 vjesë kam qanë. 3 vjesë pak shumë. Një fjallë. Kam qanë unë, vlaj tjetër ka qanë, motra ka qanë 1926, vlaj ka qanë i madh 1939, vlaj tjetër ka qanë 1942, ndërsa unë kam qanë 1948, 1945. Kam qanë një 4-5 vjeç kështu. Kam qanë, po se majmen kështu, nanë, ko di unë, se si. E kam dje, humbje e nanës, ajo na rrugash, po, qa me bo, kjo, në fund herës, kur e kanë largu nanën, kur ishte vdekun, më kanë quke i familje tjetër që mos ta shoh. Këta e di edhe e majmen. Me baban në burg dhe me plagën e humbjes së nënës, 4 fëmijët dhe e ëma e moshuar e Gjin Macajt mbetën në mëshirë të fatit.
Gjini ishte ridënuar këtë herë me 7 vjet burg. Kalvari i vuajtjeve do të vijonte sërish në përkampe të burgosurish. Për 5 vite me radhë do të vuante në kampin e Shtyllasit në Fier dhe vetëm pas 5 viteve do të kthehej në shtëpi tek fëmijët. Pali kujton se ato vite ishin mjaft të vështira për të gjithë familjen. Si dënuar politik, Gjini dhe fëmijët e tij do të përjetonin një presion ende më të madh se më parë. Vështirësitë ekonomike, po ashtu i shtoheshin presionit të gjithanshëm. 2 djemtë e parë nuk kishin mundur të shkolloheshin përveç 4 klaseve të fillores. Për t'i dhënë një mundësi Palit që të kryente 7 klaset, Gjini e dërgon djalin tek e motra e tij, por pa e ditur se një tjetër prit i ishte ngritur nga sigurimi i shtetit. Sigur kisha dalë me notat mira, kishëm dhe 2 vllazë tjerë para vetit, po me 4 klasë shkollë ato, mundësi me shku në shkollë si qëtë e kush. Vetëm ka 4 klasë, motra, 2 vëllezër, unë jam më i vogli. Shkollë 7 vjeçare fshat jem s'kishte vish fillore, shkollën 7 vjeçare kishim shumë larg, në qënë ke motra vetë në zhej të Kurbinit. Kur erë me mu me në shuke motra, neti 2 ditë aty, kur u këthyë, i thanë të kërkojnë ndek menshme se t'janë ngatru disa dokumenta për shlyrjen e detyrimit tokës, si kanë qenë tatimet e këto gjanat. Edhe e thirrën, po unë në shkollë, ka ishem në Zancë, në klasë 5, e qenë babën, e thirrën kur shkon në fshat ky, nga Kurbini. Shkojnë ndek menshme e arrestojnë. Ndek menshme, 30 ditë i humbë baba, erdhën vllazit ke unë tu me kërku babën se a thu ka arë këtu prap. Gjallë si serë baba, se s'kishte sa kështë arë ke shtëpia, e shumë ndek menshme këto me men a thu ka arë ke unë, baba. Pyetëshin ndek menshme, thoshin s'dim gja. E shoqërun me këshill, me kretar këshillit prike shtëpia me ndek menshme. Edhe kretar i këshillit të erdhe nuk na tregote, na qaj ke shtëpia na kalamajt se na ka hupi baba, me mentona. Ata pësan pa arrestuhe shumë në Tiranë. Në hetu si e pysin, që e pysin atje, që i pyt, kanë ra diversantar në mërdit, a kanë arë këtia, s'kanë arë dhe ke bashkëpunu me to, s'ke bashkëpunu, njëllë do akuzat zera. Baba ishte, s'kishte bon asë i gjanë, dhe s'kishte si mi prenu, se s'kishte bon gjanë, me gjitha ta ishte i rraf me ato punë. Edhe si kur ti kishte bon, ky ishte dite se që pret, në qëtë si i prenoj. Neti atë natë, i thot i prokurori, i thot për mu, thot, edhe nesër thot lirohesh, për mu. Se gjatë gjithë ditë që në mërshin në pytje, i lezën dhe potensin, firmoste, edhe nesër prapë e thirëshin po ato fjallë, po ato në fund i tha, për mu tha nesër lirohesh. E në këtë fletë rahat në menë se nesër lirohem. Trupi gjykus nesër, doli drita, doli në trupi gjykus, trupi gjykus i thot, do të shkësh në ndyshne për pak kohë. Sa vjetë të vjen dënimi mrapa. Edhe internim dëbime, si quhet, edhe shkojnë lushnje ky. Kur i shkojnë dënimi 5 vjetë.